Ish kryetari i Forumit Rinor të AK-s Besfort Sahiti bashkë me 18 anëtar të tjerë të këtij forumi adheruan sot në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sahiti nuk përmendi ndonjë arsye konkrete pse ndroi partinë, por tha se ai në LDK po e gjen veten më mirë. Arsyet pse kemi vendosur me bashkangjit LDK-s janë puna e mirë e rinisë që e kanë bu për kraja e degës, për aktivitetet e tyne, për kraja e degës në gjitha sferat dhe forumit. Mas ne edhe të pas parasysh është parti institucionale, parti parlamentare, edhe janë shumë arsye tjera, nuk u kanë shumë vështirë me zgjedh, na kemi punu bashkë gjatë koalicionit, gjatë fushatës, na dhe për qenimin e Medveti, edhe nuk ka pas tjetër alternativë, përveç në LDK. Çka nuk gjetët në AK? Jo, nuk kam diçka personale me as aleancën si parti, as me kërkon. Në është do probleme brenda partisë, dvogla, po që në LDK menoj që kena mu gjinë bankër, ka hapësirë më shumë. Ndërkaq, bashkëpartiaku i tij LDK, Shkëlzen Selmani, i cili me një grup antarësh të LDK-s e pritën Besportin nëse litë kësaj partije, tha se me këtë të ri që vjen nga AK-ja, më shumë i ka lidhur shoqëria. Unë me Besportin kemi punu gjatë zgjedhjeve fundit komunale, kemi pas një organizim, edhe Forumi i Rinisë ka pas një organizim, edhe jemi njoh nga atëherë, edhe kanë vazhdu kontakte tona, dhe tash e kanë patë arsyeshme që t'ju bashkohet kësaj organizate të rive, dhe pas një qëllim tjetër fysa, po diçka që kemi diçka rival, kemi partin që kemi edhe koalicion me partin me AK-n, po se cilë gjanë vetë ndikon me një shoshni pak ma gjanë, na jemi si forum të organizum pak ma mirë se partit tjera, dhe kanë gjetë vetën shoshnin tonë, edhe dëshirojmë mirë se ardhe, mirë se keni ardhë, dhe do të vazhdojmë të utje në fuqizimin dhe rolin e trive, sukur që po vazhdon e fundit kryesia kryetari Sforqa, që nga trit jemi në kryesi degës dikon afër 50% që asnjëherë kryesia degës nuk e ka pas këtë fuqi me tri, dhe jemi pjesë e vendimorjeve të rëndësishme si për nivel lokal ashtu edhe për nivel qendror. Ky aderim u tha se po ndodh në prag të zgjedhjeve të brendshme të Forumit Rinor të LDK-s në Ferizaj. Forumi Rinor i LDK-s në strukturat udhëhecëse të tij numëron rreth 150 anëtar.